imi, edhe aspekti personal është sa e përdori, unë personalisht qoftë për familjen, qoftë për sukseset e brendshme në këtë rast që kemi sportin. Unë menoj që nëse du na mi dhonë përgjigje pyetjes, unë menoj që gjithë jetojmë për të dyja. Pse? Për shkak që në aspektin personal, na po e shohim sot përmes rrjeteve sociale shumë ma lehtë me gjetë punë, përmes rrjeteve sociale shumë ma lehtë me bo meshtri, shumë ma lehtë me gjetë një fatin e jetës, edhe në shumë raste. E në aspektin profesional është sa i përdorum ato për me rritë, qoftë një biznes, qoftë një ide, qoftë një koncept cilë na e kemi, cila në një periudhë afat shkurt, afat mesme mundet me na sjell të holla. Nëse kthena tek aspekti personal, unë mundona mi nda platformat. Unë kam platformat cilat i përdori për mi nda fotografitë e familjes, edhe kam platformat cilat janë 100% profesionale, ku mundona me i nda vetëm lajme cilat kanë bajnë me suksesin, cilën unë e muj me përjetu në njënën prej fushave ku unë jam aktive. Kështu që po përdorën për të dyja, a ka shumë raste kur përdorën keq, po rridje tha shumë mirë, për shembull notat e fëmijëve, unë jam shumë kundër që njerëzit i postojnë notat e fëmijëve në shkolla, po mi postu sukseset, mirë po jo domosdoshmërisht mi publiku notat, për shkak që për shkak që na po e shohim në rrjetet sociale që na po jetojmë sot, edhe me një numër kaq të madh përdorimit të rrjeteve sociale, është rrit numri i bullizimeve brenda shkollave edhe mes fëmijëve për shkak të postimeve të prindve. Në anën tjetër na kemi shumë raste kur shumë aksidente, kur shumë probleme po ndodhin në jetë të përditshme për shkak të problemeve që fillojnë nga rrjetet sociale. Po fillon prej një fotografie, po fillon prej një video, po fillon prej një komunikimi jo të mirë verbal i cili bëhet mes trive dhe trejave, edhe ai po përfundon në diçka tjetër, që patëm edhe rastin e para disa muajve në Shqipëri, me vrasjen e një djali të ri, ku këtë problemi ka fillu prej rrjeteve sociale. Në Austri ndodhi tragjedia tash për shkak të bullizimit. Për shkak të bullizimit. E problemi kryesor na e kemi pa dhe prej analizave cilat na i bojmë si kompani është që shumica e problemeve po fillojnë prej rrjeteve sociale. Për shkak që në momentin që po jemi në takime fizike, atëherë krejt nervoza dhe ky shfrenimi po vjen prej një qëllimi. Kështu që duhet me nda edhe me gjenerata, rritje e tha shumë mirë që dallojnë shumë përdorimi se qysh e përdorin sot rrjetet sociale, qysh e përdorim ne një farë gjenerate që kemi provu edhe tradicionalen edhe digitalizimin, edhe prej prindve tonë disa prej tyre që tash po fillojnë me i hap rrjetet sociale. Prind normalisht janë pak më emocional, tentojnë me shpërndas me sa më shumë informata në rrjetet sociale. Tritë e sodit, gjeneratat sidomos unë bëja i gare thëmë gjenerata e Facebookut, për shkak që Facebooku është bon 2004, kështu që gjenerata e Facebookut që është rrit me Facebookun, për disa Facebook është pak ma i vjetër se sa gjenerata të reja, po e shohim një përdorim komplet ndryshe të rrjeteve sociale. Për shembull, kërkimet mo nuk përbojnë në Google edhe Facebook, po kërkimet përbojnë në TikTok edhe në Instagram. Për dallim prej neve, një gjenerat pak ma vjetër, e cila i bën kërkimet prap në Google, kemi qef me verifiku, kemi qef me pas informatat shpejta, e gjeneratat të reja po kanë qef me bo një jetë me postime, po mirë po një jetë pak ma mbrapa kuintave nëse muj me qujtë kështu, për shkak që nuk po dojnë shumë me u shfaq, por po dojnë me i publiku një sukses, një udhëtim, një diçka tjetër, po jo vetën në fotografi, po qytetin, një bamje të bukur, ushqimin, e tjera. Po, e vërtet, mirë, po sidomos të gjeneratat e reja, shumë pak fotografi personale në rrjetet sociale. Apo kjo ma dhe një kompleks e një jetë perfekta? Absolut, po menoj, rrjetet sociale dhe kanë atë qëllim. Nëse kthej në aspektin profesional, për krejt kompanit që na i